e kemi. E vërtet. Në fakt, tani edhe jemi bashkuar shumë me qënë se me liberalizimin e vizave mund t'jemi pjesë edhe dasmave atje, pa marrë parasysh se ku bëhet dasma. Ne mund vim, pa pikë problemi, mjafton ftesa. Sa po mundeni me ardhë, sa shpesh po vini në Kosovë, Granit? Pas lindjes së djalit, jo dhe atë shpesh, zakonisht para vitit kalun, kam qenë më shumë se 5 herë. Gjatë vitit? Gjatë vitit. Mirë po këtë vetë është hera e dytë që jam në Kosovë në sezonin e dimrit edhe tash sezonin e verës. Shfrytëzoj edhe pak sa është i vogël se pastaj fillon shkolla. Po e përmirësoj, 3 herë ka qenë. Ne ftohemi shpesh në festivalet ndryshme këtu në Kosovë, si ansambël, edhe na vjen që të zvijmë edhe të vizitojmë më shpesh. Po ka qenë me puna, ja nuk po e llogarit gra. Okej, ndoshta ashtu po. Kështu që neve na vjen me ardh shumë shpesh në Kosovë. Çfarë bashkëpunimi keni me ansamblet në Kosovë? Bashkëpunim shumë të shnosh, bashkëpunim shumë të mirë. Marrëm e japëm ide me njëri tjetrit, me të vërtet. Unë ne gëzohemi kur bashkëpunojmë me ansamble që janë në Kosovë dhe që na mbështesin neve. Ne e dim shumë mirë se ne kemi puna e vallëzimit, puna e ruajtjes traditës për ne është hobi atje, sepse punën e kemi ashtu që duhet ta kemi si hobi.